Ore, jam duke menduar, por nuk arrit ta kuptoj. Si ka mundësi? Çiftet e huaja, kur punojnë të dy full time, ose ndihmojnë që të dy në punët e shtëpisë, si bëjnë të dy bashk, ose marrin pastruese, kujdestare për fëmijët, marrin mësuesa për të bërë mësime private për fëmijët. Kurse ne çiftet shqiptare, si të punojmë full time të dy, po edhe në qoftë se gruaja punon full time dhe burri punon part time, prap se prap, gruaja është personi vetëm që do t'i bëjë gjitha gjërat në shtëpi. Nuk e di tani, o jemi ne femrat që zgjejmë karar tek të tjerët, edhe i bëjmë vetë, dhe jemi shumë të fuqishme, ose ose nuk e gjej dot tjetrën. Arsyet e tjera mund të më shkruani ju me koment. Çfarë mendimi keni ju? Se dua dal në një konkluzion çfarë po ndodh, pse kemi një ndryshim kaq të madh të koordinimit të detyrave. I ka tani se am për ty, duke uruar të gjithëve, kalofshi bukur kudo që jeni. Kalofshi bukur!